në një kafe me një shoqe të performojmë, të sjellim anën tonë më të mirë, apo qoftë edhe të shtrëngohemi shumë ta bëjmë këtë në punë, shtëpia është vendi ku ne jemi të relaksuar. Dhe supozohet që aty ti nuk mund të maskohesh dhe të jesh, do të thënë, të shtirësh jashtë. Dhe pa diskutim që një njeri që vuan brenda, në një moment do ta transmetojë atë, sado që do përpiqen. Dhe kjo më lë mua të kuptoj që prindi është në këtë rast vetë viktim e ca vuajtjeve dhe patjetër që këto mund të trashëgohen, mund të generalizohen, mund të transferohen tek fëmia pa dashur, sepse çdo prind do donte ta mbronte fëmijën, por në mënyrë të pavetëdijshme, të pandërgjegjshme, ato të dalin, sepse ti në momentin që triggerohesh nga disa gjëra, automatikisht është një përgjigje, reagim i jashtëm. Dhe ne themi gjithmonë prindërve që t'ju përgjigjen fëmijëve, mos të reagojnë. Dhe reagimi është emocional, përgjigja është logjike, përgjigja është nevojë, plotësimi i nevojës ndaj fëmijës. Dhe kjo është domosdoshme që prindi të punojë me vetë